Dje strukturat e Republikës Çambërisë ishin në shtetin Bektashian, Tiranë. Morën pjesë në ceremoninë e promovimit të librit që flet mbi jetën e dede Baba Edmond Brahimajt. Njëkohësisht, promovimin e këtij libri përkon dhe me datëlindjen e dede Baba Edmond Brahimajt, të cilët ne ju uruam shëndet dhe jetë. Njëkohësisht, mbas mbarimit të ceremonisë, ne ndezëm qirinj për familjet tona, për miqtë tanë, shokët tanë, për bashkëpunëtorët e mi që më mbështesin, për kombin dhe njëkohësisht dhe për Çambërinë. Në këtë ceremoni morën pjesë Ahmet Çaveli dhe Nezhat Bozhani. U jam shumë mirënjohës. Faleminderit.